Me mbroma shikues të nderuar, mirë se erdhët prapë në Republikë. Me ne sonte 2 herë kryetar i komunës së Drenasit dhe arsyeja që Drenasi është në zgjedhje të jashtëzakonshme, të parakohshme, zotrin Nexhat Demoku, Nexhat mirë se ke ardhur. Faleminderit për mundësinë. Për fillim Nexhat, para se të flasim për zgjedhjen Drenas dhe ato se çka për Drenasi diellën, kthehemi mbrapa në procesin gjyqësor dhe në pyetjen e parë, ju realisht nuk keni pas nevojë fare të jepni dorëheqje për shkak se procesi parimisht ende nuk ka përfunduar, ke pas parasysh se ende është dera hapur që ky proces kthehet të përmbyset për shkak të mundësisë së ankesës në Gjykatën Supreme. Pra fillimisht pse vendoset të jepni dorëheqje edhe pse procesi nuk ka përfunduar. Kemi edhe raste tjera, 2-3 kryetarë të tjerë që kanë qenë situatë ngjashme, nuk kanë dhënë dorëheqje. Dhe dyta se shihni ju vetë procesin, do të bisedojmë pak edhe për procesin. Në fakt, arsyeja e dorëheqjes time më shumë ka pas bëj me pozitën e rëndësishme dhe përgjegjësinë që ne kam pas si kryetar komunës, sigurisht që kryetari komunës ose sjellja e tij është imazh për këtë komunë, për gjithë ata njerëz që i përfaqëson këtë rast për komunën tonë që ka rreth 60.000 banor. Kjo ka qenë arsyeja për cilën unë kam dhënë dorëheqje, po absolutisht do të thotë pse unë e pranoj një akuzë tillë, domethënë kjo është një dallim i madh. Unë kam respektuar vendimin, po absolutisht nuk e pranoj akuzën për çka jemi akuzuar, edhe për vetë faktin do të thotë se ne jemi në proces, edhe sigurisht edhe mas vendimit të apelit do thotë ne kemi të drejtën e ankesës në Gjykatën Supreme, do të brenda 3 muajve, edhe jemi angazhuar në drejtim, jemi të punuar gjithë grupi, edhe thjesht qëllimi është që të ofrohen sa më shumë fakte edhe prova do thotë që tregon lehtëmërinë e gjithë këtij procesi, ose shkeljet që janë më mirë me thonë, që nga fillimi i vetë procesit, që nga shkolla e parë, ku vetë trupi gjykues do thotë është në mënyrë të palehtëshme e deri te vendimi përfundimtar, por këto janë çështje do thotë që do zgjidhen në aspektin juridik do në fushë tjetër. Edhe normalisht që ne do të insistojmë do thotë deri te një vendim i drejtë. Se përndryshe unë me dëshirë nuk kisha dhënë dorëheqje edhe për faktin se pothuajse na po hym në vit 2017, është fundi i mandatit, është viti i fundit i mandatit dhe ne dimë që do thotë po të shprit vetëm aspektet kohore ligjore, do thotë 3 muaj tjerë ju s'keni pas parimisht nevojë të jepni dorëheqje. Gjashtë shafu pak a shumë procesi natyrshëm i zgjedhjeve në Drenas, pak a shumë. Tash kjo është pyetja pse do thotë është vetëm vendim juaj moral, politik që po absolutisht po. Po unë nuk kem konsultuar me askënd do thotë ka qenë vendimi im. Unë me thonë drejtën edhe shkolla e parë kur kam marrë një vendim të tillë, unë kam qenë shumë në dyshje do thotë. Më kanë këshilluar që ta presim atë në shkollën e dytë, tani edhe për faktin se unë ende nuk e di pse jemi dënuar. As nuk e di pse jam akuzuar. Thotë edhe po besoj që herë ta vonë do thotë do dihet e vërteta e këtij procesi. Sigurisht që në atë kohë kum paralajmëruar do thotë që nëse në vendimi i tillë ose nëse konfirmohet vendimi i shkollës parë do thotë unë nuk do të vazhdoj me qenë kryetari i komunës, po kam pas një bindje të plotë se shkolla Gjykata e Apelit nuk do ta përsëris gabimin e shkollës parë, përkundër do ta përmirësoj gabimin e shkollës parë, po ndodhet thotë e kundërta, ku u përsërit gabimin do thotë nga një institucion që është edhe më i përgjithshëm se Gjykata e Apelit. Por ne përbëhemi pothuajse të njëjtë do thotë të gjyqtarëve që më shumë shihet do thotë që ka qëllime të tjera se sa që ka të bëjë me drejtsinë ose vetë gjyqësorin do të cilin ata e përfaqësojnë. Normalisht po kthejnë ata ajo që me dëshirë nuk isha dhënë dorëheqje me kriju tash edhe situata të reja do thotë për faktin se dihet që muaj zgjedhjet ka dhe shpenzime të mëdha. Edhe sidomos tash që jemi prap në rundin tjetër ku prap do thotë shpenzimet janë pothuajse të njëjta, edhe në baletazh, që do të shpenzoj QQZ-ja për gjithë procesin zgjedhor. Edhe fakti që ne po hym në vitin zgjedhor, ne thash më herët pse s'jam kon më aktiv do thotë shumë në këto politik, do thotë pe momentit kur edhe gjatë fushatës, po i kom përcjell do thotë në shumë debate dhe ka pas opinione të ndryshme, janë thonë shumë pavërtete, do thotë nga shumë prezent që kanë qenë, do thotë përfaqësues partive politike, deri te ajo që u thanë në televizion që pe subjekteve tjera politike që nuk shumë ofru kandidat, kur PDK-ja mos dilke me kandidat edhe me vazhdu me nënkryetarin e komunës. Thotë ligji e specifikon shumë mirë. Vetëm 6 muaj para zgjedhjeve mundet me vazhdu me kryetarin e komunës, jo më shumë.
nëse 7 muaj para zgjedhjeve do të thotë dorëhiqet kryetari, se largohet kryetari, atëherë do të fillu një proces i ri, do të thotë për pjesën e mbetën të mandatit. Edhe këtu na kemi qenë të obliguar, thotë që brenda 45 ditë si komunë në fatën e parapatë 69 shtetut që të shpallën zgjedhjet, do thotë për pjesën e mbetën të mandatit, dhe sigurisht për tash këta 6 muaj 7, shkak se 6 mujorën e fundit fillojnë edhe mu kufizu kompetencat edhe të kuvendit, të asamblesë komunale, po edhe të kryetarit komunës. Mirë, po të posë parasysh, po kthejmë prap se shumë raste tjera, është rasti i Skënderajit, është rasti i Prizrenit, ku shumë kryetari janë gjenë situatën e njëjtë që një gjenë ju, edhe i kanë pritë gjitha afatet ligjore, gjitha mundësitë ligjore që mos të japin dorëheqje. Rasti i kryetarit Prizrenit do thotë është gjykata supreme ajo që ka humbur poshtë. Do të jemi në të njëjtin rast që jemi na. Po ta po flas çka tash nëse zotërinë Xhan Demoku pas përfundimit të afateve ligjore shpallet i pafajshëm. I bën që këtë janë mbajtur zgjedhje. Veç kryetar komunës do të kthehej më. Mirë, po ato po të pyes do të thotë çka, nuk ktheheni më, mirë, po i bën që do të thotë ai një gut pak. Jo, absolutisht. Mendoj se ne jemi ballafaqur me këto situata dhe gjatë tranzicionit, domethënë gjatë kësaj fazës tjetër, që të kihet parasysh domthonë këtë drejtim njerëz që hyjnë do të thotë në lista zgjedhore, njerëz ata që garojnë, që të mos kenë probleme domosht të tilla. Pavarësisht që ajo për çka jam akuzuar nuk ka të bëjë me punën time sekretar komune, ka të bëjë do të thotë me një periudhë tjetër, si është viti 98. Bile më thon drejtën tash tek kjo karrierë e shkurt politike, po del që referenca ma negative ime, po del periudha që kam qenë luftë. Thotë që po ndodhe kundërta me ata që s'kanë qenë në këtë rast, që ka në fakt nuk do duhet të ishte ajo absolutisht, se vetmja e vërtet në tërë procesin gjyqësor është fakti që unë kam qenë UQV. Thotë kam qenë ushtar, kemi qenë 3, si shumë djemë tjerë, edhe jemi nuk me kuj detyrën tonë si ushtar, për çka jemi normalisht se në luftë, ushtarë ka për detyrë me luftu, bile ato vlerësohet ai që lufton më shumë, do të thotë ne i shohim për çdo ditë edhe tash edhe shumë vende që janë të involvuar, do të thotë edhe ne jemi mundu me kry detyrën thjesht për çka edhe jemi angazhu. Po akuza s'ka të bëjë absolutisht kjo. Nuk ka kur gjë të vërtet në këtë rast. Bile me thonë drejtën, Dardan, kur u diskutua edhe në parlament, edhe se jo ndërhyrjet në drejtësi. Unë jam koni zhgënjur në këtë rast edhe jam zhgënjur me ministrin e drejtësisë. Neve nuk na duhet një ministër kukull ato. Ish ministri apo ministri? Jo, edhe tash ministri e drejtësisë. Pse? Nëse dënohen 10 vjet, me mbi 50 vite burg, me një dëshmitar. Edhe ai nuk është dëshmitar, pa ai është mashtrues. Se statusin e dëshmitarit në mbrojtjen ne e dim që mund me fitu. Ka shumë raste ku njëri dëshmon për një çështje që është me interes publik. Edhe automatikisht ligji domosdoshmë ja garanton ato. Sidomos në vende të tjera të zhvilluara që është në Evropë. E fiton statusin e dëshmitarit në mbrojtjen. Po ky është një mashtrues që e njohin gjithë kush është. E njohin kalumin e tij. Edhe ky nën atë petkun e dëshmitarit në mbrojtjen thotë jep dëshmi të tilla për qëllime personale, edhe në shërbim të interesave të caktuara. Edhe vim në një pozitë që dënohen, do thotë, me një dëshmitar, që ne e dimë me kodin penal të Republikës Kosovës, sa mund dënohen me dëshmitar jo. Edhe dënohen, do thotë, 10 vite, mbi 50 vite burg, edhe kërkosh nuk merret me këtë punë. Edhe në këtë rast, sikur na nuk ban, kur dënohet për krime lufte nuk ban me reagu kërkosh, edhe dalëm deri te ajo që po ka ndërhyrje drejtësi. Unë mendoj që ndërhyrje në drejtësi është mi thonë dikujt dënohet dikan. Kjo është ndërhyrja më flagrante që i bujnë drejtësisë. Nëse unë i tham dënohe një kundërshtar, një dikant që më për qëllime të caktuara. Këtu është ajo ku e dëmton drejtësinë. Po i bën edhe tash, për çfarë drejtësie na muna me fol kur ti dënon njërin pa faj. Kur i kemi një grup drejtësisë janë që 3 vite e gjysmë në burg, që rrinë atje dhe s'lodhet kërkosh, as intereson se njerëz të gajnë mas qëllimi interesat vetë, është normale aja, përveç familjarëve të vet, që interesohen për ta dhe shkojmë çdo javë në vizitë. Pjesa tjetër, edhe nëse unë e kërkoj të vërtetën, nëse kërkoj drejtësi, ose dikush pe institucion këtë rast, ose dikush pe deputetëve që ndodhen në Parlamentin e Kosovës, edhe na me dalë me thonë që po ndërhyjnë në drejtësi. Nuk është ndërhyrje në drejtësi me kërku të vërtetën ose me kërku pse më dënuan. Ndërhyrja në drejtësi edhe shkatrimi i saj kur ti dënon njëri pa faj.
ose kur ti prapo e përsërisi thu dikuj dënohet dikan. Kjo është ndërhyrja më flagronte që na mundna me votë drejtësisë. Edhe në këtë rast do të me pas institucionet përgjithshme, se në rrethona në cilet jemi, na nuk mundna më në kuti. Unë kam thonë edhe më herët, na nuk mundna në gjykatën e Evropiane drejtësisë me dalë. Në gjykatën në Strasbourg. S'mundna na me shku se nuk kem Këshillit të Evropës, Kosova, është anëtar Këshillit të Evropës, e din shumë mirë ti njeh këtu edhe më mirë. Edhe na duhet mu përshtill brenda, domethënë institucioneve tona, që mas po ku vetëm na kam kuptimin ose jem ata që po mujmë me bë diçka. Kuptimin jo na, unë ose na grupi jon, po si shqiptar që jem që përfaqësoj. Drejtësisë deri tash pa përjashtim kanë qenë kukulla. Absolutisht. Çka kanë nuk mundam me faqësu ato të bujqësisë na. Çka ishte dash me bë ministri cili do? Po flasim për 2 ministrat e fundit, pra kur kryesisht është zhvillu ky proces dajush. Ajo që kërkoj unë nuk kërkoj me më bë ministri gjyqtar. Po të merren më seriozisht këto lëndë. Jo pse është një akuzë për krime lufte, dhe tash na s'kem nevojë më lë për atë punë, edhe se e din ata. Patë spat fakte. Pse rrin kaq indiferent, do thotë njerëz tonë për raste të tilla që janë shumë të rënda, jo vetëm për ata që dënohen. Kur kemi të bëjmë këtë edhe me familje të tilla komplet. Po edhe me imorzhin tonë si UÇK, edhe si popull që jemi. Realisht ajo është më e dëmshme që është na bëhet neve. Edhe automatikisht ty krimet serbe mos i përmend kërkosh. Ato kanë kaluar plan dytë. Na shohim se prej kafeterive deri në stoncat më të larta flitet për krimet e UÇK-s. Tash flitet jo gjykata speciale. Unë në fshatin tem, familja Delia, na e dim gjithë. S'flet kërkosh më për atë rast. Na kemi edhe shumë familjarë, edhe shumë fëmijë do të thotë me emrin e me vjemen që janë vrarë në moshën 12 vjet, i kanë vrarë 13 vjet, do të thotë në prezencë të prindve që e kanë ekzekutuar. Edhe sot në opinionin ton të vogël, na sot flitet domosdoshmë për krimin që ka kryer UÇK-ja, po pa viktima. Do thotë po tham pa viktima se në grupin e Drenica 2 që jemi dënuar 10 vjet. Ato kërkosh është akuzuar, as është për vrasje, as është plagos dikush, as absolutisht. Unë personalisht në akuzën time janë 2 fjali. Vetëm 2 fjali janë. Kur gjë tjetër nuk ka më shumë. Ato janë? Gjëja që unë kam qenë një natë më kanë pa mu në Likovcë, pas ka pa prej dhomës jashtën në barkun në konë dhe më pas ka njoftë. Edhe ato rëndzë s'është e vërtetë edhe ajo. Në Likovcë kemi shku, se në Likovcë ka qenë edhe shtabi përgjithshëm. Na kemi shku në Likovcë, i zonës kanë fjalën. Kur kanë hyrë forcat serbe, kur kemi sulmu Likovcën në luftime, edhe mos e kam thonë kur asnjëherë, po unë jam plagos pikërisht në luftimet në Likovcë, edhe kam qenë edhe pa vëdije, diku në 2 ditë gati. E kam edhe në plagën që e kam edhe në kraj në dorë, me 3 shok tjerë. Pikërisht në Likovcë jemi plagos gjatë luftimeve, me diku 11-12 shtator 98. Po se kam thonë asnjëherë, as kam shku bili me thonë drejten, as këtë statusin e invalidit veteranit se kam pas rregullun kur. Sa është për herë parë ky komisioni që është bërë tash që u bëm 60.000 as sa e bëm. Do të thonë unë kam aplikuar për herë të parë tash që ne kam marrë një certifikat që kam qenë pjesë e luftës, se në fakt unë jam plagos në luftë, po se kam konsideruar vetë invalid. Do të se fati ka qenë, po jam mirë se në aspektin e kësajna. Edhe po mirë, kthehemi prapë te roli i institucioneve. Unë po besoj në diçka ajo çka. Edhe te gjykata supreme, trupi gjykuesi merret tash. Që caktohen, do të thotë kryetarit supremes. Le të merren me lëndën seriozisht. Ajo është kërkesa jonë. Vetëm le të merren me lëndën seriozisht, prej fillimit deri në fund, në të 2 proceset që kanë ndodhur. S'do më përsërit ato që ai kam thënë, po i gjithë procesi ka filluar me tendencë. Momentin kur është vendos gjykimi me shkuën Verit Mitrovicës. Aty desha të them, kur asnjë institucion nuk funksionon aty, na e dim që çfarë gjendje është. Edhe po të funksionon, domethënë një trup gjykues me gjyku një grup, domethënë, siç është grupi Drenica që është quajt. Edhe na kemi pas vështirësi çdo herë me shkuën me ardh, se te ura jo më janë ndru tabelat, jo vjen policia, jo shkojmë 100 telashe tjera, ku një proces i tillë ka mujt më majtë edhe në Prishtinë, ku ka mujt me qenë shumë më transparent, shumë më medial. Atje as gazetarët s'më kishin ardhur. Kanë ardhur gazetarët kur është marrë vendimi. Gjithë procesi është marrë pak a shumë si të një mënyrë se tjetër i msheft. Jo, procesi ka filluar edhe është mbajtur për mu dënu.
jo me dalë vërtet. Po mirë, të kthehemi te roli i institucioneve tona, se nuk s'kan kërkuar institucionet tona, nuk kanë kërkuar asnjëherë pse mos më mbajnë në pallatin e drejtësisë, gjykimi. Për çka janë investuar 24 milionë euro. Për me kriju kushte të mira pikërisht për çdo raste, për gjykimet që bën. Edhe për gjyqtarë, edhe për prokurorë, edhe për mbrojtjen, edhe për të akuzuar që janë ato. Po kemi shku në për diku rreth 18 muaj. Për një vit e gjysmë, do thotë na kemi shku në Verit Mitrovicë, do thotë në gjykim. Ka pas raste kur jemi kthy kom prej atje, ne dim kush atje. Është bukur larg atje objekti ku është ndërtesa. Si kanë siguruar transport? Jo, absolutisht, asnjëherë. Asnjëherë nuk kanë siguruar. Njerëz të akuzuar për krime lufte ndaj serbëve, ju lënë të ecin kom nëpër Mitrovicë Veriut. Pa mbrojtje shtetit. Më shumë jemi kthy kom herë jashtë një kerr, ato ndoshta veç ndaj polic kur ka qenë, do thotë ndaj shqiptar që ka qenë, edhe me kerr vetin ka ardhur, na ka marrë, na ka domosdoshmë me 2 hera, një herë një grup, përndryshe shumicën e herave na jemi kthy kom, edhe nuk është lidhur kërkush për ato. Edhe institucionet tona si janë marrë, as që u ka interesuar pse po gjykohen atje. Nuk di pse po kanë frikë ta. Po kështu Dardan, unë a di pse nuk pja shoh për të madhe, se kur dal një ministër i drejtësisë dhe thotë na kem nevojë, do thotë me qenë Eulekse, me qenë këta e krejt këta më na këshillu, ai po të kallëzon që s'more ba punën vet. S'mon as don. Ja, tash unë nuk e di as. Jo, unë çështë e kuptoj. Kur theta do të më qenë edhe krejt huaj, ç'është po funksionojnë në vende të tjera. Ç'është po funksionojnë po zonë Maqedoni. Shumë të vërtetë. Që funksionojnë gjysore në Malzia, në Shqipënia, në vendet e rajonit. S'po dalëm në Kroaci, që është model domethënë ku kam rritë sot Kroacia. Pse veç te nas mundën na me kry punën vetë sot. Po desha me të pyet. Se mi besuan në gjyqtari, po zom një polak, që është rritur, është edukuar edhe është në një frymë, domethënë që ai krejt që në vend ose në një vend tjetër që tash që kanë qenë vende komuniste. Po realisht edhe ajo. Edhe sot vjen namën domethënë përfaqësimit vlera të Bashkimit Evropian që është Euleksi. Edhe është e kundërta e asaj se çka përfaqësojnë këto vlera. Edhe na krejt duhet m'ia besu një vendim që e merr ai, që nuk dihet as kanë e përfaqëson, as e ka lumja ati, as kush u kon, as çka ka bën, as për kanë punon. Edhe na dorëzohemi krejt me institucionin tim, ai e merr një vendim, i dënon 10 vet pa kur far baze, pa kur far fakti, pa prova materiale, pa kur gjë, e kryen mandatin mas 3 muajve dhe shkon në shtëpi. Që realitetet ato që po ndodhet na. Po ka mundësi që gjithë kjo të jetë në koordinim me institucionet tona pra. Nëse jemi të folë për këto gjëta që i tha ti, që me një dëshmitar dyshimt, dënon 10 vet, luftar të këtij vendi, lejohen ose detyrohen të ecin kam nëpër veri të Mitrovicës, në vend që sigurisht nuk ka i sigurt për njerëz si ju. Jo, pas përfundimit të gjykatës. Edhe Sulejman Selimi ka qenë në grupin. Domethënë Sulejman Selimi është një person publik, një person i respektuar, ka qenë komandanti i trupave ambasador, domethënë transferimi njerëz që ka punuar më shumë të mu transferu domethënë FSK ambasador. Edhe na jemi detyruar më dal për derës gjyqit edhe keni ecën kam nëpër Mitrovicë. Na vetëm deri te Teli ato që është i rrethun gjykata. Ata policë serb që kanë qenë, se policë kanë qenë serb gjithë ato. Edhe prej atuj na shkoni ka doni. Nesër vazhdoni ora 10 se onca. Ti në personal pro tu pas parasysh që këta ministra janë për të këtë partisë tonë. Jo, s'kam unë lidhje personale me kërkan. Jo se pozitat e rëndësishme publike janë për te përshtypje personale ose bindje që kemi për njëri tjetrit. Po dalëm edhe pak, a ki shpjegim se mos me kon, unë kam me kon dikush tjetër. Është vendim politik që trajtohen në kësi mënyre, a është neglizhencë personale? Jo, unë nuk e di pse. Personale e këtyre njerëzve. Jo, unë ende nuk e kuptoj, domethënë pse, edhe nuk kuptoj këto procese dhe pozitën e institucioneve tona kaq indiferent që rrinë. Sidomos ndaj rasteve që kanë të bëjnë me krime të luftës. Kemi pasur edhe rastin e zotit Lushtaku, i cili fatmirësisht ose si dojmë apeli e korrigjoj gabimin që u dënu 12 vjet për një vrasje, një fantomi, një fantazm, do të thënë nuk dikas kush është ai individ, se lemo a e ka vrarë. Do të thotë nuk është vetëm rasti ju, është Drenica 2 që është po ashtu skandaloze, do të thotë edhe raste tjera. Prandaj po të pyes, a është kjo politik e caktuar edhe institucioneve tona ose përfaqësuesve tonë politik bashkë me ndërkombëtar, apo është vetëm neglizhencë që institucionet tona nuk mund të dalin ballë interesave të po them një instancave ndërkombëtare të ne. Nuk mund të thonë që institucionet tona janë kundër, domethënë që kundër njerëzve domethënë që kanë kyçur ose në
në udhëheqjen e luftës. Nështë është dhe kjo neglizhenca. Arsye tjera i din ata më mirë. Në rasti i Samis, thot këta dhe që apën të drenicën ishë, këta e ndreqen e gabim e bënin tjetërën. Këta e lirun dhe më thë për një pikë, e dënun për një pikë tjetër, që është edhe ma e pa basës aja. Po s'kanë mujtë me liru krejtë. Nuk kanë mujtë, se këta nuk dojnë me dështu, se këta e në mision. Unë atë bindje e kam. Janë shokë e kolegë, është e papranush me këj i shkallës parë, me këto tapelit, dhe të këj me hudhë poshtë një. Rasti Samis ka kalëzumë mas mjetë. Ose është edhe rasti i Jahirit, dhe tëtë, ati vlatë, që ajë në një pikë që të drenica ne, në shkallë parë, dhe më shpalli pa fajshëm, apeli e ka këthy, dhe më ka bërë dhe një vete ka shtu, ka bërë 7 vjetë. është e njëjta sikur me Samin që ka ndodhur. Do të misioni i misionarëve është me denu njerëz të UÇK-s pa fakte, me fakte, si të mundën. Me akuzu sa më shumë edhe me denu sa më shumë. Thotë kjo është ajo çka unë mendoj. Edhe akuza jote është institucioni tonë arrin karshi. Na kemi fol kot. Ajo që thash më herët, pse është mbajt, nuk e dija me qëllim, është mbajt larg media, por shumë ka qenë e rëndësishme për cilë. Shumë ka qenë, edhe dosh me pas interesim edhe më të madh. Në këtë drejtim, me po nivelin e tyne. T'ja ke dhonë mund, t'ja ke dërzu gjyqësor në shteman. Dhe mënyra që ka shku procesi i gjykimit. Ajo që ka është më e keqja sot edhe të na, që mund të më na ndodhë edhe nesër, është mënyra domethënë ose klima që kemi krijuar në këtë drejtim. Këtu mjafton me dhënë një deklarat edhe ndaj dikujt, edhe ai komercian i akuzuar më 6 muaj. Kërkush nuk interesohet cilë ka qenë motivi i deklaratës që është dhënë. Për çka është dhënë deklarata, është e vërtetë. Ne e dim deklarata e rreshme është vepër penale. Këta nuk i ka vetë kërkush. A dhe që kanë kërku për dëshmitarit, kur ka orë në gjëqë, përmes monitorit. A qëndrën mbrapa asaj që e ke thonë me shkrim. Po, a ki me shtu diçka? Jo. Ka fillu e ka pyet, a e ka pas kopjen. E ka pyet fillimisht prokurorin, dhe më thonë që mi konfirmu ato që e ka thonë. Trupi gjykus, ma shumë se prokurori, kryetari trupi gjykus, dhe thotë trupi gjykus që është e diu në një gjyqësor, dhe më pozam në një vend zhvilluar ose në një vend tamam demokratik, ose në Amerikë, trupi gjykus ngan. Këtu të na nuk ka ndodhur kjo. Këtu mbrojtja ka qenë e përjashtuar. Absolutisht avokat si ka vetë kërkosh këtu. Këta kanë qenë përjashtues prej ditës parë deri të fundit. Këtu është levatu dëshmitari. Ka pas raste kur u bo nervoz dëshmitari dhe ka dash me dalë jashtë asaj që e kanë mësuar ata, e kanë ndërprer pauzë 15 minuta, 20 minuta, derisa është kfill pak edhe e vazhdojnë. Kryetari trupi gjykus në fillim të seancës ju drejtu dëshmitarit, edhe i thekë. Në pyetjet të cilat nuk je i sigurt ti mu përgjigj, nuk ke nevojë mu përgjigj, ose nuk nihesh mirë. Okej, gjatë procesit kur e mban pyetje mbrojtja avokat dëshmitarin, edhe në pyetje që ai realisht nuk e di çfarë pyetjesh mund të bëj avokat, ai rrike nuk folke, edhe kryetari i trupit gjykus ndërhyke avokatin në këtë rast edhe Sulejman Selimi dhe avokatë të tjerë, vazhdo të kemi pyetjen tjetër. Pa përgjigj. Ai rrike do të thotë nuk folke, vazhdo të kemi pyetjen tjetër. Me tjetër, do të thotë 50% e pyetje kur nuk kemi përgjigj. Çfarë shpresë akitin të pas parasysh gjithë këto në Supremen tash? Ja, nëse do të varet shumë do të thotë se çfarë trupi gjykus do të jetë, sa do të interesohen me lëndë, sa do ta marrin seriozisht. Edhe jam i sigurt se nëse punohen në baza edhe profesionale, edhe të prova do të thotë në këtë proces, edhe nëse kthehet mbrapa dhe rishikon këtë procesin prej ditës parë kur ka filluar, unë jam i sigurt që vendimi ka më qenë, ose vendimi i drejtë ka më qenë favor tonë. Unë e njoh veten, edhe di pse jam, dhe thotë që akuza nuk ka të bëjë absolutisht. As me mua, as me grupin. Dënohet në pa rast, më fal. Ti 10 vjet është Sulejman Selimi dënohet thotë e ka rrimë shumë plaka një person. Sulejman Selimi është komandant i përgjithshëm i gjykatës. Domethënë ai s'pas ka pas tjetër punë një muaj, veç më shku me për çdo natë me krejt e din çfarë thonë është në natë të 8. Ka qenë ofenziva natë të 8-s. Mirë, nëse që domthonë Kosovë, sipas atyre që dim, mbi 11.000 vjet janë të vramë, edhe akuzat për krime lufte, sa i përket gjykimit Drenica 1, Drenica 2,
janë për shuplaka, për shtyrje, do të nuk ka tjetër, vetëm kjo. Kaq mundi me gjetë hetuesia ndërkombëtare bashkë me bashkëpunëtorë që i kanë këtu, për gjithë këto krime që kanë ndodhur në Kosovë. Realisht po, do të thotë, akuzën, kjo është e vërtetë asaj vërtet, domosdoshmë krejt procesit tonë. Tash na pe kuptojmë tonë që ata po do të më justifikuar edhe prezencën e vet këtu. Edhe ka qenë një arsyetim i mirë me dalë me thotë që na keni vendim i dënuar. Po shihet një garë sa bëshon edhe mes këta tash apo duajnë me pas referenca të mira, apo duajnë me shku me bëj gjyqtar në shtatë me konë në gjykatën speciale atje, si sta gjyqtarët e Uleksit këtu shkojnë atje. Unë po dikun edhe në media këta tash si vit këtu për me sigurisht po, çka ka tjetër, unë tjetër sa nuk shoh këtu. Këta me pas domosdoshmë një referencë që na në gjyqën tash se gjykata speciale te kalon këtu shtetëror, domosdoshmë po dal nivele të tjera. Edhe në ato si vite veta me thonë që unë kam qenë gjyqtar, unë kam dënu kaq vet për krime lufte, se unë pisho ka qenë edhe në media këta dhe jo edhe mes vetjen për ladë më tash do që s'u ka vazhdu mandati. E kum pa me emën pikrisht gjyqtari që ka qenë njonin e kryetari i trupit gjykues në shkollën e parë, domosdoshmë nuk ka vazhdu mandati. Se nuk ka dënu boll. Ta tash pse ata e dinë më mirë, po unë edhe njoh. Uroj që ky nivel i gjyqtarëve nuk shkojnë në gjykatën speciale. Se kjo ka me qenë katastrofa edhe ma e madhe. Jo, realisht po. Unë nuk e di një njeri që unë po flas për ata që kemi pas punë na, edhe me akuzën për çka akuzohen. Kjo është turp me shku në nivele më të larta këta me gjyku. Shkojmë një pauzë të shkurt marketingut për të vazhduar pastaj rreth gjykimit, po sidomos edhe rreth zgjedhjeve në Drenas. Shikues të nderuar, mirë se u kthyet prapë në Republikë me zotin Nexhat Demaku. Nexhat, gjitha këto që i the, do të thotë edhe për dëshpërimin që keni ju, si ish luftar, si veteran, ndaj institucioneve tona, mos ndihmën, mund të jetë edhe kjo një përgjigje që votuesit Drenicës, një mënyrë ose tjetër me hezitimet për të votuar PDK-n. Se herë do të thotë puna PDK-s për herë të parë, pas luftës të shkojnë ballotazh, mund të jetë edhe kjo një dëshpërim i gjitha asoj popullsia aty të pas parasysh që shumica e të akuzuareve ose ndërkohë dënuareve janë nga ajo zonë dhe mund të jetë kjo një lloj hakmarrje e vogël ose dëshpërim i votuesve të tradicional të PDK-s ndaj vetë do të thotë pushtetarëve të PDK-s. Ju përmendët spaku 2 ministra me të cilët ju personalisht nuk jeni i lumtur, po mund të jetë kjo edhe ndjenjë e përgjithshme asoj zone. Kemi edhe rastin e Skenderajit që është një njëjti problem. Do të thotë 2 komuna tradicionale të PDK-s, basionet natë PDK-s, ku ka pas pra dënime masive për krimet supozuara pjesërisht qesharake të luftës. Po tash mund me qenë edhe faktor ndryshëm që kanë mund me ndiku, është mund të jenë relative, do thotë disa është thonë gjatë këtyre ditëve se cilët mund me qenë faktor pse shkoi balotazh, po ajo që është e vërtetë, do thotë, është fakti që asnjëherë s'ka pas pjesëmarrje më të në zgjedhje. Po mirë, po kjo mund të jetë pjesë e dëshmimit. Edhe si rezultati i kësaj, më shumë është ndeshku PDK-ja. Se nëse nalëm edhe i kalkulojmë dhe i krahasojmë me zgjedhjet e mëparshme që janë majt, thotë opozita s'ka fitu vota më shumë. Komplet. Ose ata që kanë qenë kundër PDK-s, qoftë kandidat tjerë në total, nëse krahasojmë me 2013-ën, po problemi është që numri i votave të PDK-s është më i vogël për faktin se përqindja është shumë e ulët krahasuar me gjitha zgjedhjet që janë marrë deri tash. Tash cila është arsyeja pse s'ka ndalë, do thotë, në përqindje mundet me qenë edhe fakti se ndoshta vetë pjesa e mbetme e mandatit, do thotë ka mund të ndikojë edhe kjo, një mandat i shkurt, njëra prej arsyeve që ka mund të më qenë kjo pse mos më dalë edhe votues tjerë. Në diçka që thotë tash po diskutohet, është diskutuar edhe në kuadër të strukturave, domethënë të partisë, do thotë se pse kemi një përqindje kaq të ulët, që sipas gjitha statistikave dhe krahasimeve dalin kryesisht janë votues PDK-s. Thotë ata që s'kan dalë. Unë nuk besoj që
do të me qenë arsyeja pse është dënu grupi Drenicës mos me dalë me votu, se unë i pari jam dalë kom votu me familjen time. Thot, edhe do të më shfrytëzua drejt secili qytetar, pavarësisht është pjesa mandatit, është mandati i plot. Përndryshe do të më vazhdu punën komuna, do thotë, do të më zgjidh kryetari sa më shpejt, edhe tash po vim vitin tjetër, edhe do të me vazhdu dhe më me një dinamikë sa më mirë, thotë. Thjesht interesat e qytetarëve janë ato më të mëdha. Po tash ka edhe arsye tjera që janë thonë, do thotë, të mos daljes, po unë mendoj që kjo është një nga arsyet kryesore. Do thotë dënimet ose shkurtesa mandatit, se kuptova për të thatë se nuk është e mundur që PD-ja ka shkuar në balotazh pikërisht për shkak të mosdaljes në zgjedhje. Kjo është. Tash nëse krahasojmë për zonë me vota që kanë marrë parti tjera, se unë jam që në parti jam që prej 2005 në Drenas, edhe në Dek që kemi punu gjithë, dhe në gjitha zgjedhjet kemi qenë bashkë, që jemi angazhuar me shumë kolege. Nëse krahasojmë, do thotë, me zgjedhjet paraprake, del që vota PD-s nuk është marrë me shku në parti tjera. Mund të qenë sasi shumë e vogël. Për zonë, aja që subjekti që mas shumë të ka marrë votat të PD-s në qëto zgjedhje është AKR-ja. Rreth 1600 vota, do thotë, ato mbi 90% janë votat PD-s. Se mas por, ai djali që ka qenë kandidat, Elmi Thaçi ka qenë prej AKR-s, ai ka qenë PD prej themelimit. Edhe bilim, këmë thonë edhe pak si pra hajgare, tash është i akademisë tonë kë. është djallë, këtu janë punëtor, janë familje punëtor, këtu janë familje mirë, është i shdervjellë si djallë. Edhe do të thotë komplet, mas para ja shtëpia atyne, do të thotë kanë rreth shumë gjonë edhe që kanë qenë gjithherë votues tradicional të PD-s. Po mirë, do thotë për votat të PD-s kryesisht janë një pjesë e madhe që janë marrë. Po nëse e krahasojmë totalin, po zon vetë vendosja tash s'ka dalë, s'ka pas kandidat. Nisma me AKN kanë qenë koalicion bashkë. Edhe nëse i krahasojmë, tash llogaritë nisma me AKN parti kanë ekzistuar në zgjedhjet më herët, kur kishin ti kandidat, edhe se u kanë lënë shej. Pjesëmarrja ka qenë majno. Po mirë, po edhe pse tash është edhe një fakt, do thotë numri i votuesve është shumë, është diku në llogaritë për 2013, se na pe krahasojmë për 2014, kanë qenë zgjedhjet e përgjithshme, po kthena një vit para, për 2013 zgjedhjet lokale, llogaritë diku rreth 3500, 3000 me qenë që votuan për herë të parë, që kanë bërë moshën 18 vjet. Për zonë familje tonë janë 2 vajza që kanë votuar për herë të parë këtë zgjedhje. Nëse e krahasojmë me numrin rreth 5000 që s'kan dalë, këtu po del diku rreth 8000 më shumë votues që s'kan dalë në zgjedhje hiç. Ti e po të dalë në periudha me ndihmu zotit Ladrovci, edhe sigurisht aty do të keni hasë edhe në diskutime me njerëz, a është përmend çështja e dënimeve të grup Drenica 1, Drenica 2, vetëm një herë apo më shpesh në periudha, se ato që kemi ndëgjuar na që është përmend shumë, do të si temë jo e parëndësishme gjatë do të diskutimeve politike me njerëz, përveç problemeve që çdo komuni ka. Po ky është një rast specifik, i cili ndihet edhe në Skënderaj, edhe në Drenas, si një temë, si temë kyçe e diskursit politik. Realisht e është diskutohet edhe tash. Do thotë edhe një pjesë janë të interesuar se çu do të shkojë ky proces edhe më tutje. Se edhe ata që nuk janë jashtë janë brenda, ata kanë autoritet më shumë se na që janë jashtë. Do thotë secili prej atyne për kontributin e tyre, sidomos gjatë periudhës luftës. Unë realisht nuk kam qenë shumë takime të PD-s, kam qenë më shumë në pjesën ato në lagje ku kemi qenë tek ne. Arsyeja pse s'jam angazhuar, do thotë, sidomos para balotazhit, më shumë ka qenë thjesht që mos të më keq kuptoj dikush, ose edhe me kryetarin e partisë, mund të dikush që a nena i dënun, po del kënena, do thotë se të na është normali, po mund diskutu të gjona. Edhe kjo ka qenë njëna për arsye pse nuk kam qenë shumë i angazhuar në proces. Më thotë drejtën më shumë i angazhuar tash mas këtë rondën e dytë. Pse e keni posë serioz? Me strukturat e degës. Ase keni marrë serios, se keni marrë seriozisht, ndoshta të thamë diçka, do të qenë sinqert, se shumë gjona janë thonë pa vërteta gjatë kësaj fushate, sidomos në raport me komunën.
edhe kryesisht nga kundërkandidat tjerë. Në media, në debate, e kom përcjellë shumicën atyne, edhe po tham janë thonë pa vërteta se nëse një person pretendon mu bë kryetar komune, do të më qenë shumë i përgjithshëm, shumë korrekt në ato që thotë. Ose nëse i ke qenë kryetar komune, sigurisht në këtë rast. Jo pse më jep mundësinë ti më qenë në televizion tash, edhe unë më thotë 90% pa vërteta, pse nuk e kam një kundërkandidat, do thotë ose një subjekt tjetër. Është normale në komunën Drenosi që ka probleme, ka kërkesa. Unë e tham shpesh, kërkesat nuk zvoglohen, vetëm ndryshojnë. Gjithmonë do të mbesin numri i njëjtit tyne. Nuk do të zgjidhen. Nuk kena ma kesh nëse komuna e Istogu Drenosi. Po e zonë. E mora shembull komuna e Istogu që vëdheq të dy këja. Ose komuna e Deçani që ka vëdheq edhe vëdheq këja. Mu me qenë ma mirë. Pak knaqësi ka edhe për liberalizim të vizave. Nuk është vajtor komuna. Tash ajo është normale, po kur të mbahen zgjedhjet do të më fitun në çeto rrethona në cilat janë. Me të mirët dhe me të këqijat. Nëse presim na që mu zgjidh krejt problemet në Kosovë ose në një komunë, edhe hajde shpall në zgjedhje, do të më pritet edhe 50 vjet ndoshta për më mos zgjedhje, do të më thotë ec tash, hajde ulëm tash, edhe po flasim. Paralel. Po ajo pse përmend ato është. Nëse ajo thonë që nëse don me përmend do thotë të metat, përmend me disa të mira se deli pa besuar. Për shkak këta do të më qenë korrekt kur dal. Mu më kanë zgënjur pak disa pyetje, po zëm njëri thotë në një debat për rastin e dorëheqjes, thotë fakti që ka dhënë dorëheqje thotë kryetari e ka pranuar fajin. Mu më thotë drejtën u merr keq pse nuk dhe më shumë ideal. Për kur a din veç për sta. Cilin fajin e akuzës Po për rastin e grupit Drenica. Po, njëri thotë për kandidatëve që ka pretenduar, që s'po do më përmend as subjekt, s'po do më përmend. Po merr keq pse s'dhen më shumë ai ideal, më pse nuk sheh pak më gjanë, edhe po pretendoj me qenë kryetar i komunës. Edhe janë thonë shumë pa vërtet. Tash po e zonë, vetëm dy shembull vetja për komunën e Drenosit, që s'janë thonë asnjëherë. Po do më hi ka infrastruktura, gjitha ato që është punuar, projekte që s'janë përmend asnjëherë. Po e zonë, në një thekë ja dhojnë komuna jep 20.000 euro Feroniklit, ja dhojnë në dorë klubit futbollit. Ja dhojnë në dorë nxehtësit. Kjo nuk është e vërtetë. Këto gjëra faktohen. Çdo pagesë që ka bën, çdo ndihmë që ka dhënë shkon përmes xhirollogarisë. Komuna po rëndosht e përkuj. Përmes xhirollogarisë klubit, përmes komunës transferohen xhirollogarinë e klubit. Edhe gjithçka është transparente. Besoj që s'kena animuar s'na më shumë se komuna tjera klube. Se këto janë gjëra që kush dal mundet me hinë në vetë faqe mi pa. Po Feronikli ka një menaxhment krejt tjetër. Janë shumë punëtor, janë shumë korrekt atje. Edhe sot Feronikli është do thotë në nivelin e klubeve më të mëdha në Kosovë. Për 2 vite është bërë kampion. Do thotë për herë të parë arrin Feronikli mi marr mjetet domosdoshmë pe UEFA-s. Kjo është si rezultat i punës të mirë të ato në djemve të kryesisë e bojnë. Jo si rezultat, besoj jo si rezultat i punës të komunës. Unë di komuna të tjera njëti i ndihmojnë sana. S'po do më përmend shumë. Po kush do që është interesuar, mundet mi krahasu. Po nuk thuhet ti dhoj 20, po ti fol për suksesin e klubit, se suksesi i klubit është edhe ati që s'ka qenë kryetar. Është merit edhe ati, edhe jam që kam qenë, do të jetë edhe ati. Edhe o mora vetëm një shembull ose dy çështje më fal, ta vesh ti thon për komunë, që s'është përmend asnjëherë gjatë kësaj. Në raportin e performancës për vitin 2015, domethënë 3 vitet e kaluara, veçanërisht viti 2015, komuna Drenosit, auditori gjeneral që ka punë, ne kemi dorë komuna parë në Kosovë. Është Prishtina e dytë, Istogu i tretë edhe Merat. Ato janë krahasuar domethënë gjitha menaxhimi, shpenzimet, edhe deri te këto dreka, dorka, derivate këto. Se disa e theshin në televizion që i çojnë parët nafti këtu anë këne. Nuk mundesh më fakturu ti, më thoj ka se disa dalin do raporte thonë nafti për ngrohje për shkollat mesme që përdoret thotë i kanë harxhuar me vetura. Ti më vot dallem, kjo është hajgore me thotë. Të shkollën s'guxon me las gjysore pa nxemje. Po zomna në të dy shkollat e mesme që s'kan përmend asnjëherë. Teknika që është ndërtuar komplet shkolla e re. Gjimnazi rreth 540.000 euro komisioni evropian që na ka dhënë. Tash kemi rregulluar edhe hymnet. I kemi rreth 3700 nxënës. S'mund të pa nxemje ata. Raporti i performancës Dardan na nxjerr është institucioni më i përgjithshëm në Kosovë. Thotë komuna Drenosit deri para në Kosovë. Pikërisht për shkak këtyne. Mesatarja që harxhohet naft në një drejtori ose në një program është 80 euro në muaj. Edhe unë sekretari i komunës. Unë 8.000 euro në muaj, në veti kam pas shpenzimet me delegat. 8.000 euro, llogaritë tash ti me kerr personal
€80 në mujtë të qesin muen, do thotë nuk e mbrin tamam mujtë me naftë, se shpenzimet do që dalin. Këto, nëse asë një komunë Kosovë nuk është shpenzime më ato. Kundërshtohet politikë me të përmend të arritur ata. Po, jo, këto janë gjona që janë shkrune, ose të dreka dorë ka zyrtarë. Na për 2015 €6.000 në hashtu krejt komuna. E di që unë për një vetë, unë për një vetë dy raporte auditori edhe i progresit dytë e qesin drenosin mirë. Atë ti po don me shihni pa vërtet më në opinion, tash unë jo në kuptimin ti po nëse unë po pretendoj tash të dreka dorë ka zyrtare. Jo, as €600 për një vetë si kam harxhuar. Krejt drenosë shtetëror, drenosë kanë ditë puhojmë drejt na çush kurrim. Po janë definitivisht për dorë dot sinqerisht, po nëse më lejon pak. Shumë është me rëndësi, jo, se mund pengoj se kur pretendon me kon kryetar, do të më qenë korrekt. Ti politik ban, ti trego pse je më i mirë se kandidat tjerë me qenë kryetar. Unë po duhet të bëj, nëse ja je ti. Po pak natyra e fushatës si njerëz do të duhet patjetër me gjuhë diçka. Edhe te gapi, edhe vetëm se nuk e kam për vete unë se nuk kam për vete se unë në komunë e kom përfunduar, as jam kryetar, as jam, po veç të thamë diçka. Gjatë vitit kaluar, kur zbodhe një hulumtim gapi që e ka bë, të zyra prokurimit, që është një fushë shumë e ndihshme do thonë në Kosovë. Na kemi dalë para në Kosovë, sa i përket transparencës, të zyra e prokurimit do mund të renas. Këto ki edhe në media shumë. Po s'u thon asnjëherë këta. Edhe mund ka orë keq se fakti që në mojë zgjedhjet vetëm te na. Po se koncentrim shumë më atë media, edhe është shfrytzuar. Do të thotë fakti si janë të mojë të jashtëzakonshme drenas, më shumë ka qenë fokusi ndoshta i politikë se sa detalet e menaxhimit prej anës menaxhimit të tënd, do të thotë sa ke qenë kryetar. Edhe një çështje kyçe që është dalë media ka qenë kjo që ky është test, drenasi është test për Kadri Veselin, për PDK-n, pas marrjes do të thotë Bajrakut nga zotri Veseli i PDK-s. Jo, absolutisht. Unë e kom thonë edhe para 4 javë e kom thonë parti. As nuk është testi Kadri Veseli, as i Partisë Demokratike. Kjo është një mandat i mbetën i PDK-s. Realisht ne kemi fitu këtë mandat. Kur i kemi fitu zgjedhjet në 2013 në Partia Demokratike që më bënë kryetar, tash në realitet i ri, që më bënë kryetar, ne kemi fitu deri në 2017. Ka ndodhur një proces që s'u bën as për meja, as për PDK-s, as për qytetarëve drenosit. Po mirë, se jemi krejt në fund. Jo, jo, vështë saraj. Test për Kadri Veselin. Çka nëse PDK-ja po për Kadri Veselin mendoj që janë zgjedhjet e vitit arshëm. Zgjedhjet e rregullt në nivel të Kosovës. Kadri Veseli nuk është kryetari i Degës. Është kryetari i partisë. Edhe testi për tonë, nëse flasim për testin e Partisë Demokratike edhe për kryetarin e ri të Partisë Demokratike, na do të presim rezultatin para domethënë zgjedhjet kur janë vitin e ardhshëm, zgjedhjet e rregullta nëse s'mohen këtu të jashtëzakonshme parlamentare më herët. Ku i bën përgjegjësia do të veç se po na duhet pak shpejt me shku ka fundi fatkeqësisht, ku i bën përgjegjësia edhe për ballotazh, se do të definitivisht nuk ka sukses i PDK-s futja në ballotazh, në drenas dikon tjetër kishte mund. Ta them edhe arsye pse unë mendoj. Edhe dyta, nëse PDK-ja po e humb ka komunën që mund ndodh, do të thotë një befasi ndodhi, mund ndodh edhe dyta. Merr përgjegjësinë është kandidati i gabueshëm, është qeverisja e kaluar e gabueshme, apo është këto tema që folëm më herët, do të thotë niveli qendror, në mënyra se si është marrë niveli qendror me fatin e Drenica 1, Drenica 2 edhe problemeve tjera. Pra të përfshi këto dhe zotrin Veseli, edhe ish kryetarin, zotrin Thaçi, ish kryetarin e partisë në këtë rast. Do thotë kush është fajtori për diçka që është nëse flasim domethënë tash nëse flasim te qeverisja. Gjendja nuk është më e keqe sa para 2 vjetë. Është më e mirë. Qeverisja në nivel qendror. Jo, edhe në nivel lokal, ose para 3 vjetë, se në bodhë shumë punë gjatë këtyre 3 vite. Njëna për punëve që është përmenë është qeverisin lokale e Sarove. Po, qeverisin lokale e Sarove si pozitive. Objekte i ri i komunës që bilet që ato jalash kryetari 3 ku din, mo që kanë me ardhë që janë kushte shumë atë mira, se nuk është puna vetëm që kryetare e bani zyre më mirë, po shërbimet i përmirësu shumë. I bjen Gjemajlat me qenë trashëgimtari këtij. Le të vendosin qytetarë. Po veç, kush e ka përgjegjësinë për këtë punë në kuadër të PDK-s? A është vendimi kandidati i zgjedhur keq? Apo janë do të thotë niveli qendror se këto lokale Sarove, do të thotë 3 raporte të rëndësishme të qesin ty si kryetar përgjithshëm, suksesshëm, po flasim për nivelin qendror tash, se shumë kush e ka pa kështu që niveli qendror është fajtor për ato që ka po ndodhur sot në Drenas. Unë 3 herë kam qenë ngar për kryetar, brenda një periudhe 6 vjet. Për shkak se në fillim jemi zgjedhur me atë
rregulloja 2030 në mikut ka qenë, pastaj mas një viti gjysmë herë më të tjera. Do thotë në një periudhë 6 vjet deri në 2013 unë 3 herë kam qenë garë, 3 herë kemi fituar. Këtë pyetjen e dytë si parti. Nivelin qendror. Tash normale pak nacit gjithmonë do të ketë, se pushteti lokal është më e vështirë sa adresa krejt problemi është komuna. Edhe specifika e zgjedhjeve lokale nuk është e njëjtë me zgjedhjet parlamentare. Që të kandidati duhur se po do të më pyet. Po do më dalë te kandidati, gjithsesi ato. Po e zëm çka s'm ka pëlqyer mua në pjesën e parë të fushatës. Ka ardhur krejt qeveria me bu fushat. Specifikat e pushtetit lokal janë krejt tjera me ato qendrore. Edhe zgjedhjet lokale prekin më shumë anën sociale të njerëzve, secili qytetar. E kanë tepruar. Domethënë e prekin anën sociale. Tash e kanë tepruar nivelin qendror me zbarkim atje. Po, absolutisht. Zgjedhjet që unë jam i sigurt që Dega kish mujt me fitu vet me kandidatin. Po tash po vazhdon. Edhe kryetari i partisë kish mjaftuar me ardh në fillim edhe në përfundim. Unë jam i sigurt që Dega, po kandidati është Dega dhe struktura në këtë proces është një pak e përjashtuar. Jo me qëllim. Pse po them se realisht nuk kanë mujt minimu sa duhet ministri kandidatit në këtë proces. Problemet lokale janë tjera. Zgjedhjet ti fiton me njerëz që janë ato. Po flas për përvojës që e kemi. Secila lagje ka përfaqësues, ka njerëz me autoritet, fshatrat, janë ngjarje, projekti, buxheti që është i miratuar për vitin e ardhshëm. Do thotë kritikisht të bëu bashkë me çta njerëz. Në dëgjime publike që kemi marrë, në kërkesa tyne. Edhe problemet, domthonë, edhe të mirat, edhe hallet e krejt ato, ata e dinë më mirë se në diçka që po për shkak se jemi krejt ka fundi. Te kandidati, jo, unë mendoj që kandidati, shkoj, do të them 2-3 fjalë për kandidatin. Kandidati PDK-s është më i mirë se i nismes. Më i mirë është. Kjo është e sinqert, është e sigurt, larg është më i mirë. Në fundit Ramizi 30 vjet është marrë me aktivitete me çështje kombëtare ose familje. Unë jam i sigurt që ai se ka ditë që me dal për kryetar komunë. Kur e ka nis këtë punë atko. Absolutisht idenë se ka pas, ka qenë i vendimi i partisë, i nivelit qendror, me dal kandidat Ramizi, normalisht struktura, na kush mund na me gjetë një që tonë e dojnë, është relative. Edhe kanë filluar të thotë puna. Po çosja fushatës nuk u kone çosja më e duhur. Asnjë ministër s'do të më shkon fushat. Megjithëse jemi ne edhe tash po vinë. Jo, e kanë rradhu pak. Se më shumë Dega edhe strukturat janë kamerën edhe kandidati. Ministrat ju shtinë në ballotazh. Ja, nuk po thamë që na shtinë në ballotazh, po unë e kam thonë pak se për Hajgore, po nuk mundna mi bë 3 muaj fushat për 6 muaj mandat më ndërsa. Po është e lashme edhe me vetë qytetarët edhe normalisht është penzime tjera që mund me dalë. Opozita, të thëmë diçka, nështë edhe kjo ka mujtë me ndiku, se opozita gjithmonë është më e përgatitur për zgjedhje. Se lypin zgjedhje opozita. Që gjithë mandatit kërkojnë zgjedhje. Nështë edhe kjo ka ndiku pak që kanë qenë. Po aja çka është shumë është me rëndësi këto, është mos pjesëmarrja në zgjedhje. Kryesisht janë votues PDK-s, që unë mendoj që kanë me dalë me votu. Ramizi ka më qenë kryetari i mirë, unë jam i sigurt. Ka një përvojë, njëri ka qenë parlament. Mund të i sigurt që Ramizi fiton. Ka qenë parlament, ka qenë ambasador, është njëri institucional, një familje shumë e respektuar, tash mos marku, po nëse do shohim Femilla Drovcin, ato që ka thonë në 88, vetëm 2 gjëra. Një që shumë është aktuale, në intervistën kur e jep për gazetarët anglezë që kanë qenë, kur thotë se na nuk jena në luftë kundër civilëve serb, thotë po kundër ushtrisë dhe policisë serbe. Në diçka që sot Koçazëri vetë që s'kan mujt me thonë ashta, e ka thonë në 98, në një periudhë shumë të rëndësishme. Edhe ajo tjetra që dihet që do të ishte Fatime. Të lëm këto. Ramizi është punëtor. Është njëri punëtor Ramizi. Na njoh më personalisht. Thotë edhe vetë ai. Është i respektuar, është njëri që e njohin gjithë. Goxha atraktiv kështu është. Ka pak ban Hajgore këtu, që është normal, është natyrën e njerit, po ti njeri edhe i media, edhe ke shkru edhe libra e din, po nuk është virtyt, njëna për virtyt e njerit, aftësia shprehjes. Aftësia shprehjes është një shkallësi që mund me, unë e menaj, njëherë. Njeri mund të pas shumë virtytet mira, unë e kom për që po ta kujtoj një rast kryetar më i mirë nëse do të fol më shumë, po megjithatë në chat jemi në fund të veç po ta kujtoj një rast shembullin e ju kujtohet filmi me këtë King's Speech, është fjalimi i mbretit. Po. Do thonë
me King's Speech. Jo, nuk deshta, po deshta më nalë të kjo që ka njëherë na do më pa doshe mujna me mi thonë kohë tjetër. Po edhe unë besoj që ka me fitu, besoj, po jam i sigur që PDK-ja do të fitoj zgjedhjet. Ladrovci mbreti se të për me përdora energjinë njët i Drenasit. Me gjithë se kemi dhe shumë shka tjetër në gjatë të bisedojmë, me gjithat është çështja e terminit dhe fundi i emisionit. Shikues të nderuar, faleminderit shumë që na ndoqët, në gjatë faleminderit që ishit. Faleminderit për mundësinë. Dhe si gjithmonë mbetet që ta falenderoj Valin e PTK, sponsorin gjeneral të këtij emisioni, natën e mirë, shikues të nderuar.